ato do jenë tekstuzuar ndaj teknologjisë, por në një formë të monitoruar dhe Ky është vendi komunist komplet njërë tani, mos ta diskutojmë. Është vendi komunist, e Adela më mbështet. Pra, media sociale nuk janë teknologjia. Media sociale është një platformë... Si s'janë, po nuk do të thotë që... dhe lapsit ato tani, të lutem tani. Ka Instagrami me fletorë dhe me lapsin, se këtë se kuptojnë. Telefoni ato ka, do më thënë ka noca, nuk po i heqin telefonin, nuk po i heqin telefonin. Po heqin në shkollë. Po i heqin, po s'po mbahet telefon në shkollë, nuk ka lidhje kjo. Po s'po ishe telefoni, s'po i bëjmë ben telefoni deri në 15 vjeç, po i bëjmë ben mediave sociale, dhe këta nuk janë budallënj që po ja bëjmë ben. Sepse kanë marrë disa referenca. Pra janë marrë disa problematikave të mëdha pak studiuar. Dhe shumë serioze. Nga studimi që është bërë, është që 1 në 4 fëmijë vuan nga ankthi. Problematik quhen brezi i ankthit. 10 fëmijë vuan nga depresioni. Pse? Po s'bën rrjetet sociale. Po jo pra është bërë është brezi vujtur. Po jo pra është studim që është indikim Jo shumë i brezi madh. vujtur, sepse janë vulnerabël psikologjikisht. Dhe bullizimi në media sociale është më i fortë se bullizimi fizik, sepse është një bullizim që... Ja po ta them unë. Kushta? Është një bullizim... Ne videot që kemi parë në rrjetet sociale janë fizike. Sa shpërndahet videoja? Sa duash me qindra mira. A është më i tej zgjatur në kohë bullizimi në media sociale sa i fizik? Dhe kërcënimet, shantazhet Po është, po kjo se pengon rafjan atje të shkollës. E lë rafjen aty, nuk e ec aty dhe të shpërndahet rafja. Dhe ti ndihesh bullizuar për një vit rresht që shpërndahet videoja jote. Unë mendoj këto situata krijojnë problematika traumatike psikologjike për trajtim. Unë njoh shumë fëmijë të vegjël, çuna përgjithsisht, që janë të fiksuar pas këtyre videolojrave. Okej, këto nuk janë videolojrat, nuk janë media sociale. Jo, prit, dëgjoj. Nuk janë media sociale, por zhargoni që unë kam dëgjuar që këta fëmijë përdorin me njëri tjetrin ndërsa flasin në kufje dhe vrasin dhe kanë këtë dëshirën aty vetëm të gjuajnë bababam, është për mendimin tim ka të njëjtin efekt në mos më keq se sa ato pasur një llogari. Aty fëmia është duke lozur, pastaj është tjetër gjë pjesa të çalojës zgjidhet, si një kriminal i vockë lëndojnë. Okej, po është duke shkarkuar tensionin dhe sigurisht dhe ajo do monitoruar dhe do kontrolluar. Edhe ajo do kontrolluar pa diskutim, për të mos i lënë në parësi. Ta dëgjojmë. Duhen ndarë disa elemente, se po themi për mbylljen e rrjeteve sociale, po flasim për lojë, do të thënë janë ca gjëra që duhet i ndajmë dhe duhet i vendosim në një kornizë. Australia, për shembull, është vendi i parë në botë që ka bërë këtë mbylljen. Dhe për të hapur një llogari në Facebook, po themi ose në Instagram, duhet të përdorësh fytyrën. Pra, janë disa elemente identifikuese ku çdo tani kjo sjell një problematik tjetër, sepse do mblidhen shumë të dhëna personale. Si do të bëhet menaxhimi i këtyre të dhënave? Bëhet fjalë mund të jenë shumë fëmijë të ekspozuar ndaj marrjes së tipareve të fytyrës, mund të përdoren në një formë. Tani do jenë më të kontrolluara, pra siç flitet edhe nga kompanitë. Por si vendim, unë e shoh një vendim, gjithmonë vendimet ekstremiste janë vendime të gabuara. Mendoj unë sepse nuk se sjellin një benefit. Këtë e kam thënë dhe unë para 2 vjetësh kur u mbyll TikToku, pa ajo ishte për TikTokun. Për TikToku në vetvete në këndvështrimin tim ishte një mbyllje politike. Pra është një biznes i cili është i dëmshëm I dëmshëm është, po edhe mënyra se si ne vetë. është biznes ky tani që është i dëmshëm? A bjem dakord me një gjë, mos ma ndërpret si e ke tharë këtë? Kur e pive gjithë? E ke tharë pra shku? Pikat e fundit në asperkate. E di, se e kalon këtë, ma kalon mua. E të shito, të duhet të ke pirë ti. Duhet të marrë këtë që më takon mua.